Argentina nuk e kishte këtë cilësi si skuadër, as Franca nuk e kishte. Kjo është arsyeja pse Spanja fitoi turneun, sepse i ka balancat mes fazës mbrojtje dhe fazës sulmuese janë shumë të mirë balancuar dhe janë si asnjë skuadër tjetër. Mendoni se Argentina ishte tepër e varur nga Lionel Messi edhe në këtë botror? Pa diskutim. Ajo ishte e varur sepse Argentina tani ka mbyllur një cikël. E ka penalizuar kjo gjë zoti Vata? Nuk mendoj, sepse po mos ishte Messi, nuk mendoj që do të kishin shkuar edhe deri në gjysmëfinale. Mendoj që kjo e ka motivuar skuadrën. Skuadra është e konsumuar. Shumica lojtarëve ne pa në Stolin ishin lojtarë që i kanë kalu kilometrat në nivelet e larta, me largimin e Romeros e Fernandes që janë mbrojtjes totalisht ishte disbalancume. Skuadra, domethënë me zëvendësimet që ishin detyrueshme, Argentina humri balancat si skuadër. Kurse Spanja ka lojtarë cilët janë po të njëjtin nivel me ato lojtarë që janë të formacionit edhe lojtarët e Stolit. Messi ishte si tush lideri kryesor i Argentinës, edhe mendoj që pa Messi në Argentina nuk di se si ka mu rinërtu, se tashmë besoj është një cikël i marrun. Shumica lojtarëve Argentinas e kanë myll, mendoj, me këtë botëror. Dhe do jetë një riorganizim i skuadrës, sepse duhet me ndërtu dhe i herë nga e para Argentinën me ndryshimin e gjithë këtyre lojtarëve. Dhe kjo ishte ndeshja e fundit e Messit me kombëtarin. Si do ta përkufizoni t'ju trashëgimin që ai lë tek Argentina, por edhe tek futbolli botror? Shikon, atë që ka bën Messi, mendoj që është e jashtëzakonshme. Ka luajtur në 3 kupa botët, ka fitu 1 kupë botët, ka fitu trofe më të rëndësishme të botës në futboll, me merit të plot, ka qenë një shembull i jashtëzakonshëm. Arriti me luajtë edhe në finalen e kupës botës në moshën 39 vjeçare. Sigurisht që është kënaqësi me pas mundësinë për ne të paktën që kena pas mundësi me pa kanë privilegje madh. Nuk e di a ka muri përsërit një njeri i tillë në futboll. Do jetë e vështirë për futbollin me zëvendësu Messin. Edhe sigurisht që edhe për Argentinën, edhe mendoj që ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme. Ka inspiru miliona njerëz, ka gëzu pa fund, ka bas gjana spektakulare, ka kthy futbollin nart, ka kenë një dirigent i gjitha skuadrave, ka kenë lojtari që ka fitu neshjet vetëm. Nuk e di, është një shembull i jashtëzakonshëm. Spanja nga ana tjetër i kthehet kampione pas shumë vitesh. Kemi përpara fillimin e një cikli të ri dominues për La Rojan. Spanja është, unë e thash që shkolla spanjole e futbollit për mua është shkolla më e mirë. Më duket kam kanë edhe në studion tonë para botënorit që kam thënë që Spanja do jetë favorite. Sepse vetë, si që thashëm, e njeh shumë, e lexoj shumë se çfarë ndodh në futbollin spanjol, edhe e pëlqej shumë klubet më të mëdha të botës. Barcelona, Real Madrid janë 2 klubet më të mëdha të botës, janë klube spanjole, kanë një histori, kanë një traditë, e kanë vazhduar traditën, e kanë progresuar në gjitha drejtimet, janë një komb shumë i talentuar, një komb me shumë pasion, një komb i ngrohtë. Edhe si që thash, janë të jashtëzakonshëm, edhe shumë vështirë me arrit një kombëtar. Mendoj që Spanja do jetë prapë dominante, edhe në evropianin tjetër do jetë dominante, sepse vetë shkolla tashmë
është fut në rrugën e duhur dhe produkti ka marrë gjithmonë duke u prodhu i njëjtë ose më i mirë. Ka marrë dhe mu bë ndoshta një skuadër akoma më e fortë në të ardhmen, sepse luan një futboll shumë të veçantë. Cilët futbollistë ju lanë më shumë përshtypje përgjatë këtij botrori? Shiko, mu nga pa përshtypje forma e Rodrit, I cili ka pas një dëmtim shumë të rëndë, e u hoqi Spanjen si lider I vërtet, u kthye I Rodri I para dëmtimit, që ishte lojtar absolut I Guardiolës dhe Manchester City sigurisht. Ajo nga pa përshtypje, se si ka mundësi që sepse paka shumë edhe tek Spanja ishte edhe kapiten, po ishte edhe dirigenti I skuadrës, në mënyrën se si ai e kontrollon topin, si e shpërndan topin. Rodri më ka impresionu shumë se si u kthy kaq shpejt në formën e tij të mëparshme. Po përsa I përket Mbappés dhe Haaland, çfarë dhan ata në këtë botror? Haaland sigurisht Mbappé nuk është se më ka lanë në shihet mirë, ka shënu gola më shumë se gjithkush tjetër, por tek francezët ka pyetje është mentaliteti. Ato funksionojnë, po ta shikosh Spanjen si skuadër funksionojnë shumë mirë, janë shumë të lidhur, janë shumë kompakte dhe janë si një familje. Tek Franca ka shumë gjela, edhe gjelat sigurisht kur ke shumë gjela, sigurisht që prishen balancat, edhe kjo ganon me Francën, sepse ka shumë gjela. Edhe Mbappé është një prej gjelave që shpesh herë prish klimen, siç flasin specialistat që punojnë, sepse edhe në Paris Saint-Germain ka pas njëjtat, ka pas shumë gjela, u largu me fitu Championsin nga Parisi në Madrid. Parisi fitoi Championsin 2 herë rresht pa Mbappén.